Tash ka filluar kampionati botëror i futbollit. A i lejohet një muslimani të anoj nga një shtet përfaqësuese të këtij kampionati? Kësë po vetë a lejohet me këshyrë futbollin, po vetë a lejohet me anu, domthon me këshyrë kjo e pas ka përfundu këtë punë. Me këshyrë ka të këshyrë. Unë edhe për me këshyrë, në sens me këshyrë futbollin, si futboll nuk është ndaluar. Në sens, nuk është ndaluar me këshyrë diçka sport, pa për arsye shka. Mirë, për shkak gjërave që i përmban futbolli, sidomos kampionatet, unë personalisht nuk isha të arsyeshme. Po nuk kisha mujt me paramendu që një musliman i vërtet mundet me qu gjitha të kohët në humbje të këshu futbolin. Për shka? Arsyeja po, aty bëhen shumë gjëra ndaluara. Dikush e përmend për shembull zbulimi i avretit atyre që luajnë futboll. Kjo nuk është shumë e madhe. Kjo nuk është e madhe për shkak se ajo pjesa aty ku zbulohet nuk ka shumë e ndihshme saqë nuk lejohet me këshyrë. Disa për djetarëve kanë leju pa problem, domthon, mi pas të rroba çtu që kanë këta. Mi po ty dalin lloj foto tjera të femrave. E dyta, koha që i mirë këtij personi duke i këshyrë këto loja. E treta, zemra atij që orientohet në këto loja. Dietarët i kanë leju lojat me lujt vetë, loja ndryshme me disa kushte. Ka thonë në çdo lojë, i kam përmendur kushte, ka thonë çdo lojë, kullu la'ban alha kathira wa aksaba qalilan wa akhadha bi majami' al-qalb. 3 kushte ka përmendur. Ka thonë çdo lojë e cila shtin ty me lujt shumë. Këtu është qëllimi me shiku shumë. Edhe përfiton pesojna pak ose përfiton hiç. Te loja kampionatit përfiton kurrë hiç. Edhe ta merr ty krejt zemra. Ka thonë që kjo është haram. Nëse kampionati botëror nuk i ka të trija, atëherë mos e këshirni. Domthon, atë nëse nuk i ka të trija, atëherë këshirni. Nëse i ka të trija, atëherë përdini përgjigjen. Kjo është fjalë e dietarëve, nuk është fjalë ime. Çdo kushte i kam përmend. E leje mu, domthon, çështje tjera çfarë gjendje janë muslimanë, çka ka nevojë më shumë, e ju ka metën vetëm futbolli me këshirë. S'po zgjodha më shumë, kjo tema është më e gjatë. Unë kisha është një fletushka për kthy me një dietar të Jordanit, futbolli mes dëmave dhe dobire. Kështu diçka e po titullin. Lexon ata dhe i keni do informata të reja që unë më i mjafton tash po pelo me shyrë interesimin tuaj më shumë.